Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni sa më mirë. Unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do ju sjell një recet revanje me shërbet shumë të veçante, e cila ka një përbërës sekret, por përveç kësaj është edhe shumë e lehtë e me pak përbërës në përgatitje. Do na duhet një filxhan çaje e 240 ml me të cilët do të bëjmë gjitha përgatitjet, nuk kemi nevojë të bëjmë matje të tjera. Do na duhet një mikser, këto janë vetëm 2 enët që do të bëjmë pis, dhe praktikisht revanin do e bëjmë vetëm me 2 vezë. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, ju ftoj të bëni subscribe dhe shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recet të re. Të dyja vezët po i thyej si fillim te ky tasi dhe më pas do i kalojmë tek mikseri. Kujdesuni që vezët të jenë në temperaturë ambienti. Kjo veza i qënë ka me 2 verdha, unë duhet ja heq njërën. Kam shtuar tek mikseri 2 vezë dhe tani do të vazhdojmë duke shtuar një filxhan çaje gjysmë me sheqer. Edhe gjysma e filxhanit të çajit, pra do të mbajmë gjithmonë këtë filxhanin e çajit. Do të shtojmë pak fare krip, kripa duhet gjithmonë ëmbëlsira dhe shefat e kuzhinës e përdorin kjo për të balancuar shijet. Do të shtojmë gjysmën e filxhanit të çajit me vaj dhe do ta miksojmë si fillim që kjo masa na bëhet sa më homogjene, dhe hap pas hapi do e shihni pse kjo revani është shumë e veçantë dhe bëhet vërtet shumë e shkrifët dhe e kulluar. Se nuk e keni këtë lloj mikseri, gjithsesi mund ta bëni me rrahës që bëhen zakonisht kekët, thjesht bëhet pak më shumë kohë, ose edhe me dorë. Mjafton që masa e vezëve, vajit dhe sheqerit të bëhet homogjene dhe të marrë një ngjyrë të zbetë të verdhë. Duhet na duket masa dhe tani vazhdojmë me përbërësin ton sekret. Tani do të vazhdojmë me një filxhan çaji me qumësh dhe do të shtojmë gjithashtu edhe lëngun e gjysmës së limonit, të cilin do ta shtrydhim, dhe ky është përbërësi jon sekret. Në thonjza pse është sekret? Sepse qumshi duke u bashkuar me limonin formon një lloj buttermilk quhet në anglisht, që i jep kekut strukturë shumë të shkrifët dhe bën tepër të shishëm. Të shtrydhim limonin direkt tek qumshti, do na pritet sigurisht, sepse për këtë i shtohet. Dhe do e bashkojmë me përbërësit e tjerë. E shtojmë tek mikseri, do japim një miksim të lehtë. Nëse asnjëherë nuk keni provuar të bëni revanin, por kjo lloj revanie, nëse lë pa shërbete dhe e shijon si kek, është gjithashtu shumë e shijshme. Vendosim mikserin, i japim një mikser të lehtë. Kështu duket masa pas e kemi miksuar. Përsëri tani do të shtojmë 2 filxhan çaj me miell, filxhanin e parë të çajit me miell. Edhe filxhani i dytë i çajit me miell. Miellin që kemi shtuar do fillojmë ta përzijem kështu siç e kemi në mikser me ndihmën e një piruni, kështu do të krijojmë një masë homogjene dhe mikseri do ta ketë më të lehtë për ta përzier. Dhe tani do të vendosim mikserin dhe do të përzijemi mikser 2 deri 3 minuta. Vetëm pasi kemi shtuar miellin dhe kemi miksuar, do të shtojmë një paketim me fryrës keku. Ju lutem mbani mend radhën e hedhjes së përbërësve. Do e vendosim përsëri kapakun e mikserit dhe përzijmë përsëri për 2 deri 3 minuta, kështu që fryrësi që kemi shtuar do të shpërhapet mirë në përbrum.
Ja, pra për kaq shpejt kemi gati brumin e revanis, madje dhe pa i shtuar fare shërbet, bëhet shumë i shijshëm për kafen apo çajin e pasdites, bëhet një brum i hollë dhe i lëmuar. Duhet jeni kujtuar të keni ndezur furrën paraprakisht në 180 gradë Celsius sepse gjithmonë ëmbëlsirat duan furrën e ngrohur më parë. Kemi marrë një tepsi të cilin e kam lyer me pak vaj dhe pak gjalp. Tepsia ka për masa 20 me 30 cm, do shpërhapim sa më mirë të gjithë masën e gjalpit me vaj dhe do të shtojmë të gjithë masën e brumit që kemi përgatitur. Mundohemi ta shpërhapim sa më mirë në tavë që revania të vi kudo njësoj dhe pasi e keni futur në furrë, kujtohuni kekët, revanit apo ëmbëlsirat të këtij lloji me brum të hollë, nuk duhet furra të hapet absolutisht 30 deri 35 minuta e para, sepse shumë nga ju më shkruajnë si ka mundësi mu shfry revania, mu shfry trileqja, mu shfry keku. Nëse furra hapet pa bërë 30 minuta, këto lloje ëmbëlsirash nuk janë pjekur mirë dhe do të shfryhen. Do e pjekim në 180 gradë Celsius për rreth 45 minuta. E shikoni pak sa shfryr, tani e kemi gati. Pjekja ka zgjatur rreth 40 minuta. Për shërbetin, prap nuk do të lodhim të masim e të peshojmë. Do të shtojmë 2 filxhana çaj, po si ato që përdorëm e gjysëm, me sheqer. Ja dhe gota e dytë me sheqer, gjysmë gote e fundit, e me ujë e para, e dyta dhe e treta. Shtoj këtë limonin që shtrydhëm që ta shfrytëzojmë, edhe unë pëlqej të shtoj karafil, kanell dhe aromë vanilje, por këto mbeten në dëshirën tuaj. Nëse i doni, i shtoni, nëse nuk i doni, e lini vetëm me limonin. Do vendosim të zije për 10 deri 15 minuta pasi merval. Se të hidhim shërbetin, revanin e kam prerë që ta shikojmë në brëndësi se si ka dalë. Shikoni pak. Shikoni sa e kulluar që është. Të hidhim shërbetin e vakët e revania e vakët ose pothuajse e ftohtë. Tek revania e vakët, po shtojmë shërbetin e vakët. Shikoni më njëherë, kjo do thotë që kemi bërë një revani shumë të mirë. E shtojmë të gjithë sasin e shërbetit dhe do të presim të paktën 1 orë që ta marrë shërbetin tamam.